Horoskopi javor për datat 29 dhjetor deri më 4 janar 2025. Dashi. Ndërsa viti fillon të veprojë, dashi, kjo javë ka të bëjë tërësisht me ngjitjen e lartësive të reja dhe përqafimin e fillimeve të reja. Dielli në Bricjap prezaton energji direkt në sektorin tuaj të karrierës, duke ju nxitur të filloni projekte që kanë mbetur në harres. Është një moment i përshtatshëm për planifikimin dhe vendosjen e qëllimeve të qarta. Financiarisht, kjo javë ju inkurajon të përballoni sfidat me këmbëngulje, duke shfrytëzuar aftësitë tuaja të lindura të leadershipit. Hëna e re që po afron të premten fton reflektim, një moment për të rivlerësuar marrëdhëniet, si personale ashtu edhe profesionale. Në frontin romantik, Venusi nxit biseda të sinqerta, duke forcuar lidhje me partnerin tuaj ose duke tërhequr një lidhje të re kuptimplote. Nga ana shëndetësore, balanconi energjinë tuaj të gjallë me periudha pushimi dhe vëmendje të nevojshme. Vullnetarizmi ose lidhja me projekte komunitare do të sjellë gjithashtu kënaqësi. Ndërsa lundroni në këtë javë të gjallë, mbani mend, guximi dhe vendosmëria juaj janë asetet tuaja më të mëdha. Demi. Këtë javë ju fton të përqafoni energjinë transformuese, ndërsa ndryshimet planetare ndezin rritjen dhe eksplorimin personal. Dielli i Bricjapit nxjerr në pas sektorin tuaj të aventurave, duke inkurajuar planet e udhëtimit ose mundësitë të nxënit. Përdoreni këtë energji për të zgjeruar horizontet tuaja, qoftë përmes përjetimit të kulturave të ndryshme apo angazhimit në ndjekje të reja akademike. Profesionalisht, përputhuni me ide të reja duke marrë pjesë në punëtori ose duke bashkëpunuar me mendimtar inovativ. Marrëdhëniet këtë javë shkëlqejnë me ngrohtësi. Venusi përmirëson rrethet tuaja shoqërore, duke krijuar momente perfekte për të rilidhur me miqt ose të dashurit. Sidoqoftë, keni kujdes për dinamikën financiare pasi Jupiteri nxit kujdes, duke shmangur shpenzimet impulsive. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në praktikat holistike. Yoga ose meditimi do të balancojnë emocionet. Hëna e re të premten ju fton të tërhiqeni në vetmi, mbushni shpirtin tuaj me kohë jashtë ose përmes shprehjes krijuese. Ndërsa hyni në vitin e ri, mos harroni, përqafimi i ndryshimit çon në rritje. Shfrytëzoni potencialin e kësaj jave për rigjenerim dhe ripërtëritje. Binjakët. Këtë javë ofron një përzierje interesante të vetanalizës dhe energjisë sociale, duke krijuar mundësi për lidhje personale dhe vetëzbulim. Dielli i Bricjapit hedh dritë mbi partneritetet financiare dhe burimet e përbashkëta, duke nxitur rivlerësimin e investimeve ose sipërmarrjeve të përbashkëta. Konsideroni diskutimin e qëllimeve financiare me partnerët dhe kërkoni kontributin e tyre për vendimarrje harmonike. Në romancë, Venusi zbukuron ndërveprimet tuaja, duke nxitur lidhje më të thella emocionale ose duke ndezur interesa të reja. Profesionalisht, merrni në konsiderat përqafimin e teknologjisë ose ndjekjen e rrugëve unike për të ngritur rrugën tuaj të karrierës. Hëna e re të premten është ideale për të vendosur një strategji financiare për vitin e ardhshëm. Sa i përket shëndetit, integroni ekuilibrin duke ushqyer trupin tuaj me zgjedhje të shëndetshme dhe pushim të mjaftueshëm. Dualiteti i angazhimeve shoqërore dhe tërheqjeve personale do ta mbajë shpirtin tuaj të energjizuar. Ndërsa Mërkuri retrograd përfundon në mesjavë, qartësia kthehet në aftësitë tuaja të komunikimit, duke lejuar shkëmbime të zgjuara dhe biseda kuptimplote. Përqafoni vallëzimin kozmik për të balancuar të gjitha sferat në mënyrë të admirueshme këtë javë. Gaforria. Ndërsa viti është në tranzicion, këtë javë sjell fokusin te marrëdhëniet, duke ju ftuar të angazhoheni në biseda të përzemërta dhe të krijoni lidhje më të thella. Me diellin në Bricjap që shkëlqen në sektorin tuaj të partneritetit, është një kohë ideale për të punuar si në marrëdhëniet personale ashtu edhe në ato profesionale. Theksoni dialogun e hapur dhe ndërtimin e besimit, duke hapur rrugën për bashkëpunim afatgjat. Në frontin e shtëpisë, Venusi nxit mjedise harmonike, duke u kënaqur me shprehjet krijuese për të zbukuruar hapësirën tuaj. Financiarisht, Jupiteri inkurajon menaxhimin e kujdesshëm të burimeve. Merrni në konsiderat kërkimin e këshillave për të optimizuar planet tuaja fiskale. Në dashuri, prisni momente intimiteti dhe përvojash të përbashkëta, duke pasuruar lidhjet tuaja emocionale. Profesionalisht, përshtatni qëllimet tuaja me punën në grup. Bashkëpunimet e reja mund të çojnë në përparim të konsiderueshëm. Sa i përket shëndetit, ekuilibri është qelësi, përqendrohuni në shijimin e vakteve ushqyese dhe integrimin e aktiviteteve të buta fizike si noti ose shëtitjet në natyrë. Lëreni hënën e re të nxizve të analizën,
duke ju udhëhequr të rafinoni ambicjet personale dhe të rezononi me dëshirat e brendshme. Luani. Energjia e kësaj jave inkurajon zellin dhe disiplinën ndërsa kaloni në vitin e ri me një mendësi të ekuilibruar dhe produktive. Në punë, dielli i Bricjapit ndriçon sektorin tuaj të rutinave të përditshme, duke ju frymëzuar të përsosni strategjitë për efikasitet dhe sukses. Shfrytëzojeni këtë mundësi për të përditësuar oraret ose prioritetet, duke i kushtuar vëmendje menaxhimit të kohës. Sa i përket shëndetit, yjet favorizojnë miratimin e zakoneve të reja të jetesës, të tilla si rutinat e përmirësuara të fitnessit ose praktikat e mirëqenies. Venusi ndikon në kreativitetin në hapësirat e punës, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për të përmirësuar mjedisin tuaj për motivim të shtuar. Në marrëdhënie, komunikimi i hapur do të ndihmojë në zgjidhjen e çdo problemi të bezdishëm, duke forcuar potencialisht partneritetet. Financiarisht, shpenzimet e moderuara inkurajohen pasi Jupiteri kërkon menaxhim të menduar të burimeve tuaja. Drejt fundjavës, hëna e re ju nxit të zhyteni në projekte personale ose hobi, duke ofruar një ndjenjë të re përmbushjeje. Ndërsa lundroni në këto aspekte, qasuni çdo ditë me zemrën e një udhëheqësi dhe frymën e një lojtari të ekipit. Virgjë Resha. Kjo javë sjell një val kreativiteti dhe kënaqësie romantike, duke ju ftuar të eksploroni gëzimin në aspekte të ndryshme të jetës. Dielli i Bricjapit shkëlqen në shtëpinë tuaj të argëtimit dhe vetëshprehjes. Një kohë ideale për të zhytur në ndjekje artistike ose për të ringjallur pasione të harruara. Konsideroni pjesëmarrjen në tubime shoqërore ose ngjarje kulturore për të zgjeruar rrjetin tuaj krijues. Profesionalisht shfaqen bashkëpunime të reja, duke premtuar projekte inovative ose drejtime të reja. Përqafoni punën në grup për rezultate optimale. Marrëdhëniet janë plot ëmbëlsi, ndërsa Venusi i lag punët e zemrës në një shkëlqim harmonik. Pavarësisht nëse po forconi lidhjet me partnerët ekzistues ose po takoni lidhje të reja, diskutimet e përzemërta thellojnë mirëkuptimin emocional. Financiarisht, natyra juaj e kujdesshme ndihmon në planifikimin strategjik të përpjekjeve të ardhshme, duke siguruar stabilitet. Sa i përket shëndetit, balanconi rutinën tuaj të fuqishme me aktivitete që frymëzojnë relaksim dhe gëzim. Hëna e re të premten inkurajon vendosjen e qëllimeve që rezonojnë me përmbushjen personale, duke shënuar rrugën tuaj për një vit të ri emocionues. Peshorja. Këtë javë përqendrohet në lidhjet familjare dhe qetësinë familjare, ndërsa nisni vitin me një prirje harmonike. Me diellin në Bricjap që thekson sektorin tuaj të shtëpisë, përqendrohuni në kultivimin e marrëdhënieve me të dashurit dhe në bërjen që hapësira juaj të pasqyrojë paqen tuaj të brendshme. Venusi inkurajon ngrohtësinë dhe bukurinë në shtëpi, duke frymëzuar rinovime ose përmirësime dekorative që ngjallin gëzim. Përpjekjet profesionale përfitojnë nga aftësitë tuaja të lindura diplomatike, duke lehtësuar negociatat e suksesshme ose duke nxitur partneritete. Aspektet financiare kërkojnë vëmendje. Jupiteri këshillon forcimin e planeve afatgjata të sigurisë. Kërkoni këshilla nga ekspertët nëse është e nevojshme. Në marrëdhënie, bisedat e përzemërta forcojnë lidhjet, ndërsa peshorët beqare mund të hasin perspektiva interesante përmes lidhjeve të ndërsjella. Sa i përket shëndetit, gjeni ekuilibri me relaksim të vetëdijshëm dhe angazhim në aktivitete themelore si kopshtaria. Hëna e re fton reflektime të qeta, perfekte për të përshkruar rezoluta të reja duke u përqendruar në mirëqenien emocionale dhe rritjen personale. Përqafoni këto energji për të kaluar me elegancë në rrëfimet premtuese të vitit që vjen. Akrepi. Zhytuni në vitin e ri me një perspektivë dinamike dhe transformuese. Këtë javë, dielli i Bricjapit energjizon sektorin tuaj të komunikimit, duke ju inkurajuar të ndani ide dhe të lidheni në mënyrë aktive me të tjerët. Është një periudhë ideale për punëtori, përpjekje shkrimi ose çdo sipërmarrje që kërkon aftësitë tuaja analitike dhe sharmin bindës. Shfrytëzoni sa më shumë këto mundësi për të zgjeruar ndikimin tuaj. Financiarisht, kozmosi sinjalizon mundësi të papritura. Prandaj qëndroni të hapur dhe vigjilent në shfrytëzimin e tyre kur ato lindin. Nga ana romantike, Venusi nxit shkëmbime pasionante. Qoftë thellimi i angazhimeve apo eksplorimi i lidhjeve të reja. Komunikimi autentik është qelësi. Nga ana shëndetësore, kanalizoni energjinë drejt aktiviteteve mendore dhe emocionale të themelimit. Merrni në konsiderat shkrimin e një ditari ose meditimin për të ruajtur ekuilibrin. Hëna e re të premten nxit vetanalizën, duke ju lejuar të artikuloni qëllime të qartë dhe të ndiqni ëndrat personale.
Angazhohuni me rrymat e kësaj jave duke mirëpritur ndryshimin dhe duke përqafuar rritjen ndërsa lundroni në vitin transformues përpara me vendosmëri dhe depërtim të pajpur. Shigjetari. Energjitë kozmike të kësaj jave përqendrohen në çështjet financiare dhe vlerat personale. Me diellin në Bricjap që ndikon në sektorin tuaj të ardhurave. Tani është koha për të vlerësuar qëllimet financiare dhe për të hartuar strategji për rritjen e stabilitetit në muajt në vijim. Shikoni mundësitë e buxhetimit ose investimit që përputhen me vizionin tuaj afatgjatë. Profesionalisht, mundësitë për rritje lindin brenda sipërmarrjeve ekzistuese. Megjithse përpjekjet proaktive dhe negociatat janë të nevojshme për t'i përfituar ato. Në frontin romantik, Venusi rrit sharmin shoqëror, duke paraqitur situata ideale për të thelluar lidhjet ose për të takuar njerëz të rinj përmes interesave të përbashkëta. Sa i përket shëndetit, përqafoni aktivitete që nxisin relaksimin dhe qartësinë mendore, të tilla si yoga ose ecja në natyrë. Hëna e re më vonë gjatë javës inkurajon vendosjen e qëllimeve të reja financiare. Merrni në konsiderat krijimin e planeve të kursimit ose eksplorimin e burimeve alternative të ardhurave. Ndërsa lundroni në këto tema, mos harroni se këmbëngulja dhe përshtatshmëria janë thelbësore për arritjen e aspiratave tuaja. Përqafojeni të ardhmen me një optimizëm të hapur dhe një mendësi të shkathët. Bricjapi. Hyni në qendër të vëmendjes së vitit të ri me besim dhe qartësi. Ndërsa dielli e zbukuron shenjën tuaj me gjallëri dhe vendosmëri. Përdoreni këtë javë për të reflektuar mbi rritjen personale dhe profesionale, duke vendosur qëllime të qarta për vitin që vjen. Me Merkurin që lëviz në drejtim të drejtë për drejtë, ju përjetoni komunikim të shtuar, ideal për diskutime ose ndarjen e qëllimeve afatgjata me mentorët ose kolegët. Financiarisht, yjet rreshtohen në mënyrë të favorshme për të stabilizuar të ardhurat dhe për të eksploruar investime të reja, megjithse sigurojnë zell në vendimarrje. Venusi rrit joshen personale dhe aktivitetet shoqërore, duke tërhequr vëmendjen dhe duke hapur mundësi romantike. Qoftë duke forcuar lidhjet aktuale apo duke kërkuar lidhje të reja, autenticiteti është qelësi. Balanconi këtë kohë dinamike me ritualet e kujdesit për veten, duke ushqyer mirëqenien tuaj fizike dhe mendore rritqëndrueshmërinë tuaj. Ndërsa hëna e re afrohet, ajo fton perspektiva të reja për të ushqyer ambiciet tuaja. Përqafojeni këtë cikël ripërtëritje dhe rritjeje, duke shfrytëzuar aftësitë tuaja të lindura për të krijuar rrugë kuptimplote drejt përmbushjes së ëndrave dhe qëllimeve këtë vit të ri. Ujori. Këtë javë ju fton të përqafoni reflektimin e vëmendshëm, ndërsa energjitë kozmike përqendrohen në vetanalizë dhe shërim. Me diellin e Bricjapit që ndriçon sektorin tuaj shpirtëror, gjeni kohë për t'u lidhur me mençurinë e brendshme, duke menduar për rritjen personale dhe drejtimin e jetës. Konsideroni praktikat shpirtërore ose shkrimin në ditar për të eksploruar perspektiva më të thella. Profesionalisht është një kohë për të konsoliduar në vend që të filloni. Përqendrohuni në përfundimin e projekteve ose në rafinimin e aftësive në përgatitje për përpjekjet e ardhshme. Financiarisht vlerësoni shpenzimet dhe përmirësoni buxhetet për siguri të shtuar, duke shmangur rreziqet e panevojshme. Në marrëdhënie, jepni përparësi kuptimit emocional dhe dialogëve kuptimplot, pasi Venusi ndihmon në sqarimin e dinamikës dhe forcimin e lidhjeve. Nga ana shëndetësore, angazhohuni në aktivitete edukuese që nxisin relaksimin, siç janë ushtrimet meditative ose shëtitjet në natyrë. Hëna e re ofron një mundësi për të vendosur qëllime për shtigje të reja shpirtërore ose qëllime mirëqenieje. Ndërsa kaloni në vit, përqafoni fuqinë e reflektimit dhe qartësisë, duke u përgatitur për zhvillime transformuese dhe përmbushëse që vijnë. Peshqit. Ndërsa kalendari ndryshon, këtë javë përqendrohet në lidhjet shoqërore dhe ambiciet e ardhshme. Dielli në Bricjap gjallëron shtëpinë tuaj të shpresave dhe miqësive, duke inkurajuar angazhimin me komunitetet dhe duke marrë pjesë në projekte bashkëpunuese. Theksoni mundësitë e rrjedhëzimit. Këto mund të çojnë në partneritete kuptimplote ose të hapin rrethe të reja shoqërore. Profesionalisht, përpjekjet e ekipit janë të ndriçuara dhe kontributi juaj është thelbësor për suksesin kolektiv. Financiarisht, Jupiteri bën thirrje për menaxhim të kujdesshëm. Harmonizoni shpenzimet me qëllimet afatgjata. Venusi rrit sharmin, duke e bërë atë një periudhë ideale për ndjekje romantike ose rigjallërimin e lidhjeve me partnerët aktual përmes interesave të përbashkëta. Në frontin e shëndetit, jepni përparësi ekuilibrit duke përfshirë aktivitete krijuese dhe të këndshme që ringjallin shpirtin tuaj. Hëna e re drejt fundit të javës fton vendosjen e qëllimeve të reja rreth aspiratave dhe ëndrave tuaja.
Mendoni për vizionin afatgjat dhe filloni të planifikoni hapat për të realizuar këto ëndra. Përqafoni frymëzimin e gjallë të kësaj jave për të ndërtuar lidhje që përforcojnë qëllimet dhe ëndrat tuaja. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.